kufizimin ose jo të lirisë. Pra, një person hetohet në gjendje të lirë, apo një person çohet në burg me votën tonë. Dhe ne të ngrem dorën për të çuar në burg një deputet me këto argumenta? Po çfarë jemi? Bashkautor në krijimin e popullit të paraburgosurve në Shqipëri. Dhe kur të vinë për të kërkuar heqjen e lirisë, herë tjetër prokurorët duhet vinë të armatosur me prova dhe të përgatitur si erdhën në dy raste dhe më pashme. Për një rast kishte një provë që s'kishte çfarë thoshe fare, sepse deputeti nuk zbatonte vendimin e gjykatës në mënyrë përsëritur, për një rast tjetër kishin një mal me argumenta. Po t'i vish kuvendit me një proces verbalin e një incizimi qesharak, një grua me 2 gra, për legitimuar kërkesë ekstreme, arrest, pa gjyq. Duke na vënë në pozitë absurde ne, shumicën socialiste, që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që keni për të bërë. Ku është parë kjo forcë politike në historinë e Europës? Të Europës. Hapini gazetat, lexoni çfarë thot motra ime atje për gjykatësin për prokurorët. Është vend i BE-s. Ama digniteti i parlamentit nuk ka dalë në pazarin e gjës gjallë, nuk është me dorën tonë. Pastaj, se bëjnë 700 tenxheret për ne, ne se frenojmë dot se s'kemi çfarë bëjmë. Jemi vend i lirë, dekriminalizuam edhe shpifjen për tenxheret. Apo jo? Toni Gogu me Melinda Dhukën. Tani, unë e di shumë mirë që do thonë që nuk do thonë prapë, po ata kur nuk kanë lënë dhe nuk do lënë gjë pa thënë në të gjitha rastet, po ky është një qëndrim i prerë kundër dhënies së autorizimit për arrest të një deputete, dhe është po aq parimor dhe i domosdoshëm sot, sa që është edhe një qëndrim paralel i prerë në mbështetje plot drejtësisë për të hetuar, gjykuar, vendosur e pa trysnuar nga pushteti ekzekutiv apo shumica parlamentare. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vinit na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. A hetojnë deri në fund Belinda Ballukun. Dhe le ta ulin gjyq për akuzën e pavarësisë në tendera të para 6 viteve, për cilën i kanë dispozicion të tëra çfarë duhet, por të mos fyen inteligjencën tonë duke na thënë që ajo rrezikon t'ju prish provat. Provat s'u rrezikonte as kur ishte ministre, se provat janë të para 6 viteve. Sot që është thjesht deputete as që s'bëhet fjalë. Sepse po të shikosh gjithë kërkesën, ajo është kryet put kërkesë që lidhet me rolin e ministres në mobohen. Pastaj gjykatat vendos si ta shoh të arsyeshme, është absolutisht pushtet i pavarur. Ky është pozicioni ynë, pikë. Ideja se hajt më këta janë gjithë njësoj,